Këto vendet intime, çfarë tatuazhesh bërë? Çfarë pyetje tash pyetje çik respekt është si më thonë ginekologët që nuk e shohin. Si më thonë ginekologët si duket. Nuk e di domethënë ka tatuazhe që i bëjnë. Se ti sheh gjëra që ne nuk i shohim dot. Ka pas raste kanë shkruajtur edhe emrin e burrit të Odrino, kështu që domethënë që të jetë stampume që kjo është pronë vëlla, domethënë private. Kështu që Emrat, pra, shkruajnë emra? Emra mund bëjnë në figurë, në gjë, po më përgjithësi këto kanë qenë më shumë nga 2005 në 2010. Po mirë, në vendet intime është e vështirë. Fillojnë bëjnë gjëra, kanë bëjnë minimalizëm, nuk domethënë mund të bëhen në pjesën e sipërme intime, pra domethënë jo në pjesët intime faktikisht nuk është e lejuar, pavarësisht se shumica i kanë bërë nuk është e lejuar nga ana dermatologjike, pra nuk është e lejuar për kauzat ndryshme. Për të ndjekur videon e plot në YouTube dhe shumë të tjera, bëni subscribe në kanalin Blacklight Media.